Të nderuar xhamat, do të vazhdojmë me izin e Allahut subhanahu wa taala në shpjegimin e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu rahimahullahu taala në librin e tij Al-Adabul Mufrad. Te kapitujt më të gjatë të këtij libri, Imam Buhariu ka sjell duat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ndër të tjerat ka sjell vlerën e lutjes, të cilën e shpjeguam në hadithin e Abu Bakr Siddiqut radhiyallahu an, ku I kishte treguar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se shirku është ndonjëherë edhe I fsheh në këtë ummet. Dhe ja ka shpjeguar pejgamberi alayhi salatu wasallam Abu Bakrit edhe mënyrën dhe zgjidhjen nga ky problem, duke I thënë se kjo është duaja që e ruan besimtarin nga shirku I fshet. Mirë, po shumë është interesant të nderuar xhamat se Imam Buhariu të gjitha kapitujt I ka me tendencë, me qëllim, don me na thonë diçka. Njeriu të nderuar xhamat për nga natyra është I dobët, është I varfër, është fukara, por me mençurinë që ja ka dhënë Zoti, shpeshherë manovron me këtë fukarallëk, nuk e shfaq, nuk e tregon. Njeriu të nderuar xhamat, nga krijesat e tjera, Zoti ja ka dhënë këtë tokën. Njeriu është primor, pi oksigjenit to. Njeriu me ujë, I duhet ujë. Njeriu është me takat, I duhet temperatura minus 36. I duhet ai niveli I ujit kaq minus. I duhet çdo sa minus prej qelizave në vendin e vet, një çrregullim I vogël e posh njeriu dhe e shkatërron. Mirë, po njeriu këtë dobësi dhe këto matje I bën që nuk janë. Zemra e tij pompon vazhdimisht dhe kjo është nevojë. Është nevojë me pompu ajo vazhdimisht. Dhe pastaj këtë mirësi që I shfryzon prej Allahu subhanahu wa taala, ai shpesh ardhin me ja përkatsu vetës, mençurisë së vet, idesë së vet, shkollës së vet, takatit vet, inxhinierisë vet, themeleve të veta. Mirë, po Zoti I Madh xhelel xhelal na tregon në Kur'an se të mirat vijnë prej Allahut. Thot Allahu xhelel xhelal në Kur'an: "Fama bikum min ni'matin fa min Allah." S'ka ndonjë begati që ju e gëzoni, vini re të nderuar xhamat. Nuk ka ndonjë begati që ju e gëzoni, asnjë mirë që ju e gëzoni, veç pi Allahit është ajo. Wallahi nuk është pse je më I mëshëm. Wallahi nuk është pse je më inteligjent. Është pi Allahu subhanahu wa taala. Të jep Allahu rrezik, pse ka dorë Zoti I Madh xhelle xhelalu. Allahu subhanahu wa taala I kshir zemrat e njerëzve, mirësinë e tyre, shpirtat e tyre. Andaj ka sjell këtë kapitull Imam Buhariu, babu fadlu dua, kapitulli vlerës duat, të lidhemi me Zotin e Madh xhelle xhelal. Andaj kur e mësoi Abu Bekrin për murujt pi shirkut, pasi ja shpjegoi teori, nuk I tha: "O Abu Bekr, ti je I mëshëm, ti je inteligjent, ti kupton holl. S'ka nevojë me thonë në tije Allahumma inni a'udhu bika kadha wa kadha. S'ka nevojë ti me thonë: "O Allah, rujëm." Sikur që e thojnë plot, çka më duhet me bo dua valla? Çuna budall kasha. Po na spesho gropona, po na spesho. E mos ani thot, e patazon që ke dish se pash. Pataraç aty se pash valla. Pa nuk e shajë nuk shefa, sepse ku të vjen ka deri Allahu subhanahu wa taala, tërhiqet çini, tërhiqet veshi, tërhiqet menja, këtë tërhiqën. I thojnë kaderit, urdhro, vepro. Kretë kapacitetet e tua neutralizohen në momentin që Allahu thot, "Naluni, tash ki ka me bë çeta." Çash ka me ndodh kjo? Për këtë arsye të ndërum xhamat, ka thonë alayhi salatu wassalam, kaderin veç duaja është tin. Kaderin veç duaja është tin, jo menja jote, jo kapaciteti jot. Andaj minjer kapitullin e radhës që ka thënë Imam Buhariu, që ka thonë babun ad-du'a inda ar-rih. Kapitulli I duajës ku të frinje era. Çka më thon kur frinje era? Shiko këtë lidhje mes fenomeneve natyrore dhe duajës dhe inteligjencës njerit. Kur të frinje era është prej ushtrisë Allahut. Era është prej fuqive të Allahu subhanahu wa taala. El shan Allahu subhanahu wa taala donjëherë me re, donjëherë me shi, e donjëherë me azab. Apo I ardhzon njerit kulmin e shtëpisë, tjetrit ja s'ja prek. Pse? Ka dorë Zoti I Madh xhelle xhelalu. Andaj të nderuam xhamat, kapitullin e radhës e ka sjell për të argumentuar se ne jemi të rrethum me fuqi që nuk bëjnë inteligjencat tona dobi karçi asajna. Transmeton Anas ibn Malik nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se kur frinte erë e fort e bënte këtë dua: Allahumma inni es'aluka khayraha
Wa khayra ma ursilet be. Ka thonë, o Allah, kërkoj khajrin e kësaj ere, khajrin e kësaj fryme, dhe khajrin që është dërgu me ta. Se era e sjell mjegullën, era e sjell ret. Ato ret, çka sjellin me veti? Ka mundësi sjellin shi, ka mundësi sjellin dënim. Ka thonë, o Allah, kërkoj khajrin e erës, le të vjen e let, le të vjen e but. Ka thonë dhe khajrin e asaj, sa e bajnë me veti, i bajnë ret. Ret vazhdimisht i hec, kush hec? Era i hec. Pas e ka thonë, wa a'udhu bika min sharriha. O Allah, kërkoj të më ruash nga sherri kësaj ere, nga sherri kësaj frime, wa sharri ma ursilet bih, dhe sherri asaj që ka e bartin me veti. Ha? Një po njerëzit strehohen, kokëriz të gjë. Si shturashi po kokëriz. E pse u shtrehove? Ha? Mashallah te barekallah, doktorti, ti meqëm, na të meqëm jena, të ndërum gjëmat, ta kuptojmë se me Zotin nuk bën dobi me quria, s'bën me dobi takati. Ki që ka bën dobi cila ha, o Allah na ruj. Kini pa ku leshon shijun, e shon edhe pak ma tepër, vërshon edhe pak ma tepër, por rahmeti Allah i të nalë. Me vazhdu qashtu, e mlon, me shkup, me krejt, komplet e mlon. Rabbul Alemini e lëshon, Rabbul Alemini e nalë. Ne jemi mësu me rahmetin Allahut. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thonë në hadith tjetër, kapitulli radhës, la tasubbu rrih, mos e shani erën. Mos e shani erën sa ajo është prej ushtrisë Allahut. Ata Allahu e dërgon. Veç bani dua. Bani dua Allahut ja çoje khairin e kësaj ere, dhe jo sherrin e kësaj ere. Sa shiu të ndërum gjëmat e ka dëmtu njerin, sa era e ka dëmtu njerin, sa fenomenet që cilat i qonë Allahu subhanahu wa ta'ala tek njeriu për ta alarmuat, për ta mësuat, ai nuk e merr mësimin e vet. Prap kur dale mbregdet e haron Zotin e Madh xhel xhelalu. Prap kur ndalet frima thot, keni pa të na, kemi pa na vet njerzit kur frime modhe, erë fort, shi i madh, me njëre nal muzikën nale thot se na mor këtve. Si të rahatohet havaja, si të hekën mjeglat, apo del dilli, shlohet e thët. A pështuma, ju khadi'un Allahe, walledhina amanu, e ma jakhta'un e ilën fusehun. Allah i thët munon me mashtru Allahin, s'mashtrohet Zoti gjelle gjelalu. Aj që e nale, e di që ti kime shlu prap, po e të se ta shoj, alarm ka dale, o burë, nale, vetima, do të vim të kapitu i vetimës, pse e qënë Allahu vetimën, pra kalzue, me azab të Allahit kërkush të ndel karshi, me faktet Allahit kërkush nuk mundet mushtije. Andaj të ndërum gjohën, jemi të rrëthum me fenomene dhe dukuri për të i fuqijës tonë, për të i takatit tonë. S'muna minal ato, s'mun është me nal me tra druni për mikri, s'une nal ata, Rabbul Alemini me që ka ndorë. Që ka në ngellet neve? Duaja. Për këtë që e ka lidhi me Bukhariu, kapitullin e duajës të Ebu Bekri, ruju me dua, dhe kapitulli erës, së është jesh kapacitetit tanë, për të ta thonë tyje, se o insan, o robi Zotit, nuk është me kapacitetet e tua, nuk është me themelet e tua, nuk është me qatin tane, ka dishka përmi qati, ka dishka nër themelin tanë, ti themelin ku e kinu në tokë, pa kur për dridhe toka edhe qatë themel pele, për del jashtë. Andaj s'kemi ku hikim për Allahut, përveç sikur që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, fefirru ila Allah, ikni të Allah, sikur që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e'udhu bi ridhake min sakhatik, kërkoj mbrojtjen me kënaqësinë tënde nga hidhrimi jot, wa e'udhu bika minka, dhe kërkoj mbrojtjen te ti prej teje. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu mos na dënon për shkak gjunave tona, sidomos në këtë kohë të verës, ku njerëzit bëjnë më shumë gjunahe se dimrit, për shkak natyrës së stinës. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu t'i ruan të reja dhe të rritë muslimanëve. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala na mundson që gjithmonë gjuhët tona të jenë të lagura me dua ndaj Zotit, me lutje ndaj Zotit. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon te bareke ve taala na mundson që asnjëherë mos t'i harrojmë begatitë e Allahut. Ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për begatitë e shumta. E lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që Allahu na ruan nga shirku i fshat, nga shirku i qartë, sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelat na ruan nga çdo fatkeqësi, nga çdo dënim, nga çdo mundësi që ne ja japim me gjunahet tona
dënimit. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Zoti jon xhelel xhelalu ti pastron zemrat tona.